ai që beson në Allahun ka mos provu. Edhe ai që nuk beson në Allahun, edhe ai ka mos provu. Njëjtë. Mirë, po ky sprovohet me sprovat e caktuara, ai me sprovat e caktuara. E ku është dallimi? Dallimi është se të ndërvozur ai që sprovohet në rrugën e Zotit, e prit Zotit, edhe kur bën sabër, e dim se bën sabër. Edhe dim për kënd bën sabër. Edhe dim që ja vlen për të më bën sabër. Ai që se ka Allahun xhallahu ala, a ka kuptim të ai sabri? Jo, s'ka, ai bën sabër që kur s'ka çka më bë, se s'ka çka bën. Andaj disa dietarë kanë thënë shembullin edhe të shembullin pak banal, po kjo realiteti është, apo sikur çështja e gomarit, kur e godet, ai bën sabër, normal, se s'ka çka më bë. Se më pas çka më vaj nuk duron, po nuk ka çka bën. Edhe nuk duhet një me bë sabër se s'ka çka bën. Jo, po do të më bë sabër se ka thënë Allahu xhallahu ala sabër, edhe me shpresu tek Allahu shpërblimin, sigurisht ishte në ditën e kaluam, që i tha pejgamberi me vajzat së tij, bë sabër dhe shpreson në shpërblim. Këto dyja e dallojnë besimtarin nga të tjerët.